Parlamenti Evropian në seancën e sotme plenare në Strasburg miratoi raportin për progresin e mashinisë së veriut për vitin 2025, me të cilën vlerësohet gjendja në disa fusha që lidhen me procesin e integrimit evropian të vendit. Rezoluta u mbështet nga 411 eurodeputet, ndërsa 120 votuan kundër. Një nga pikat më të diskutuara para votimit ishte referimi ndaj protokollit të dytë të marrëveshjes për fqinjësi të mirë ndërmjet mashinisë së veriut dhe Bullgarisë, i cili në fund të mbeti pjesë përbërëse e raportit. Eurodeputetët nuk e mbështetën amandamentin e propozuar nga raportuesi Thomas Weiss për fshirjen e paragrafit 73. Për ruajtjen e tekstit ekzistues votuan 338 deputet, ndërsa 126 ishin pro heqjes së tij. Në paragrafin e diskutueshëm theksohet nevoja që Komisioni i Përbashkët Multidisiplinar i ekspertëve për çështje historike dhe arsimore të arrijë rezultate konkrete, bazuar në burime dhe dokumente historike, në përputhje me detyrimet e marra me protokollin e dytë. Në tekst përmendet gjithashtu edhe koncepti i historisë së përbashkët. Raporti rithekson rëndësinë e zbatimit të ndryshimeve kushtetuese si parakusht për vazhdimin e procesit të antarësimit. Parlamenti Evropian konfirmon qëndrimin se konferenca e ardhshme ndërqeveritare ndërmjet mashinisë së veriut dhe Bashkimit Evropian do të mund të mbahet pasi të përmbushet detyrimet e marra. Dokumenti trajton edhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike, duke dënuar përpjekjet të përshkatrimin ose ndryshimin e monumenteve dhe artefakteve historike. Njëkohësisht, kërkohet më shumë transparencë dhe hapje e materialeve arkivore të ish shërbimeve jugoslave të sigurisë. Përveç vërejtjeve për progres të kufizuar në disa fusha, raporti thekson rëndësinë strategjike të korridorit 8, ndërtimin e lidhjes hekurudhore me Bullgarinë dhe nevojën për respektim të vazhdueshëm të standardeve europiane dhe vendimeve të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Para votimit, kryeministri Christian Miskovski u bëri thirrje eurodeputetëve të mbështesin ndryshime sipas të cilave çështjet dypalçe nuk do të ishin pjesë e procesit evropian të antarësimit, duke theksuar se Maqedonia e Veriut meriton trajtim të drejtë dhe parimor në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian.